Pasi edhe hoxhën e kemi këtu, ne fillimisht i falendrojmë organizatorët të cilët e kanë organizuar këtë tribun për me i fresku xhamatin e Gjermanisë, Hamburgit, Hanoverit, rrethin. Se thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai njeri i cili nuk din të falendron njerëzit, nuk din ta falendron edhe Allahun xhallal shanu. Andaj ne fillimisht i falendrojmë organizatorët, po ashtu i falendrojmë edhe hoxhën e nderuar, shokun, kolegun, te ne ka shkupi thëmë dosti më i ngushtë, çka kemi qenë studime bashkë, e falendrojmë në i cili na ka nderuar me prezencën e tij, po njëkohësisht edhe i falendrojmë edhe juve të cilët keni gjetë kohë për me ardhur për me nderu hoxhën e nderuar. Andaj unë s'po du me zgat, ma tepër pasi unë që 2 javë ditë jam këtu edhe do të jem edhe një 4 javë, e hoxha ka ardhur sot mysafir, ne do t'i japim fjalën hoxhës për me na fresku me ilmin që e ka, duke lutë Allahun xhallal shanu që t'i jap bereqet në jetën e tij në dunjë dhe në ahiret. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe të dërguarin e tij dhe të përzgjedhurin e tij dhe vullën e profecisë në tokë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E nis fjalën time sonte duke thënë: O Allah, o Zoti ynë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin. E na mundëso sa të jemi gjallë, të punojmë, të veprojmë, të sillemi dhe të flasim, ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa të jemi gjallë o Zot, na ruaj nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu t'i lutem, o Allah, o Zoti ynë, na e forcon neve imanin dhe besimin ton. O Allah, o Zoti ynë, na rregullo o Zot punë të ahiretit sa atje do të jetë kthimi ynë. O Allah, o Zoti ynë, na rregullo punë të kësaj bote se këtu po jetojmë. O Allah, o Zoti ynë, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që me të na shtohen sevapet dhe të mirat. O Allah, o Zoti ynë, bëje vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritën gjunahet dhe mëkatet, se ka njerëz që vdesin dhe largohen nga kjo botë, e libri i gjunave ju mbetet hapur. Allahu na ruaj. Allahu xhallal xhelaluhu i lutem që të jemi ne sonte në këtë takim pjesë e lajmit të mirë dhe përgëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë sa herë që besimtarët mblidhen në një vend për të lexuar Kur'an ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Zoti na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga me lajket, lusë Allahun që bashkë me ne pal njëra mbi tjetrën të jenë dhe me lajket e Zotit, e Allahu do t'i përmend atje ku është ai, lusë Zotin e madh që t'jemi ne të gjithë për aty në njerëzit që Allahu i përmend atje ku është ai. E kur çohen nga këto vende takime dhe tubime, një zë thret nga qielli, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjitha të këqija që i keni pas u ka kthyn sevape, lusë Allahun e madh që kur dalim për këtij vendi sot
dalim pa gjunahe me mëkate të shuara. Amin ya rabbel alamin. Ndërkohë që po vinim rrugës në semafor, ishim me vlla Mesudin, e pam njëri të dehur, i cili shifte nga gjitha anët. Shifte këtej si ja merrte mendja, shifte këtej si ja merrte mendja, shifte këtej nuk ja merrte mendja. Dhe tha Mesudi, tha, pas ka humb rrugën ky. Njeriu, nëse nuk ka imanin, nëse nuk ka besimin, nëse ka humb Allahun, është si puna atij të dehurit që pam ne sot tek semafori që ka humb rrugën. Nuk ka mirësi më të madhe dhe begati më të madhe dhe thesar më të shmuar se sa njeriu të jetë i lidhur me Zotin e tij. Çdo lidhje tjetër, çdo kapje tjetër, çdo mbështetje tjetër është shumë e dobët, shumë e kot. Rahim Allahu akhi Lut. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një rast kur po fliste për Lutin alayhi salatu selam, i kujtua fjala e Lutit, i cili i tha popullit të tij: "Ya lejte li bikum quwwatan au awi ila ruknin shadid." As sikur të kisha forcë, atë isha mbështet diku. Tha pejgamberi alayhi salatu selam: "E mëshiroft Allahu vllajin tem Lutin, kishte se ku të mbështetej." Një pejgamber për pejgamberëve të Zotit s'duhet thoshte sikur të kisha ku të mbështetesha. Kishte Allahun xhelalu që mund të mbështeteshe. Njeriu në momentin që e ka humbur Zotin e tij, në momentin që e ka humbur Allahun xhelalu, ka humbur gjithçka. Çdo lloj lidhje, çdo lloj mbështetje dhe çdo lloj fuqie është e përkohshme, është shumë delikate. Ndërsa Allahu është absolut i vetëm, i plotfuqishëm, i gjithfuqishëm. Zoti i qiejve dhe tokës, në dorën e tij është gjithçka. Forca dhe pushteti dhe fuqia dhe dia dhe vullneti dhe dëshira e tij janë absolute. Lum për atë njeri që mbahet, kapet, shtrëngohet me Zotin e tij. Sepse do të vijë një moment, vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, do të vijë një moment në jetën tonë që kushdo qoftë personi i cili ti jemi mbështet, kushdo qoftë, do të vijë një moment që do të ndahemi prej tij dhe do të ndahet prej ne, ose ne prej tij, ose ai prej nesh. Për këtë arsye vjen një herë Xhebraili alayhi salatu wassalam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Ja Muhammed, ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma shi'ta fa innaka mujazin alayh wa'ish ma shi'ta fa innaka mayyit." O Muhammed, jeto sa të duash se një ditë ke për të vdek, bëj që të duash se një ditë ke për të dhënë llogari, e duaj këtë duash se një ditë do të ndahesh prej tij. A e dini vëllezër besimtarë dhe motra besimtare se prej synetit dhe mirë dhe sevapi i madh është që kur vdes njeriu dhe e vendosin të vetëm në varrin e tij, të parët që fillojnë me ja hedh dheun te koka janë fëmijët e tij, janë familja e tij. Do më thonë çdo gjë njeriu momentin që lidhet me të dhe mbahet me të, do të vijë një moment që do të shkëputet prej tij. E nëse është ai me të cilin ti je lidhur dhe je mbajtur, Allahu, ai do të jetë me ty sa ti je gjallë. Ai do të jetë me ty në momentin kur të vendosesh në varrin tat dhe do të ikin gjithë njerëzit. Ndoshta ndonjëri për tyre mund të jetë edhe duke qarë kur ikën, por kur shkon nga shtëpia vet, ka hallet e veta dhe problemet e veta dhe sikletet e veta. E mbetet me ty Allahu, punët e tuja dhe veprat e tuja. Limithli hadha fa'iddu, një ditë pejgamberi sasem ju thoshte shokëve të tij duke e parë një varr aty afër, limithli hadha fa'iddu, për këtë vend përgatituni o njerëz, për këtë vend. Law annana idha mitna turikna lakana al-mautu rahatan li kulli hayy. Walakinna idha mitna bu'ithna wa yus'alu al-mar'u an kulli shay. Sikur ne me vdekjen të ishim lënë dhe të ishim harruar, vdekja do të ishte lumturia e çdo të gjalli.
Mirë po ne nëse do të vdesim, do të ngjallemi dhe çdo njeri do të pyetet për atë që ka bërë. Për këtë arsye thoshte ai burri I motshëm I mençur, inna lillahi ibadan futana. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Thoshte ai burri I mençur dhe I urt, në mesin e njerëzve ka njerëz të mençur dhe të urt. Dynjan e divorcuan se u friksuan sprovave të saj. E analizuan thellë dhe kur kuptuan se ajo nuk është vendstrehimi I vërtetë I njeriut, e morën atë si një det e përshpëtuar nga deti, ndërtuan anijen e veprave të mira. Innama mathalul hayati dunya kama'in اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Shembulli I kësaj bote është si puna e atij shiut I cili bie mbi pluhur dhe e ngren lart. Asnjë vlerë nuk ka kjo botë nëse njeriu ka humbur Zotin e tij. Për këtë arsye transmetohet se burrat e motshëm të parët tan, kur e përmendin Zotin Xhella Xhelalu, kanë pas edhe një lloj përmendje të Zotit tepër të veçantë. Ne normalisht jemi mësuar që kur përmendet Allahu themi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah, kështu me radhë. Ata uleshin ndonjëherë dhe thoshin hajde të përmendim Allahun, po si ta përmendim? Ta përmendim Allahun duke menduar të mirat e Zotit ndaj nesh. Sa të mira na ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Ai shumë të mira neve na ka dhënë I madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, saqë njeriu harron ta falenderojë Allahun për të mirat që I ka dhënë. Edhe patjetër njeriu duhet të shohë një problem që të kujtohet për të mirat që I ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Ndërkohë që ne duhet ta falenderojmë Allahun për gjitha të mirat që ai na ka dhënë. Dhe këtu kuptohet sa I mirë, sa I dashur dhe sa I mëshirshëm është Allahu me ne. Sepse faktikisht atij I takon ta falenderojmë për çdo të mirë që na ka dhënë. Ndërkohë që ai është mjaftuar prej nesh që t'i themi elhamdulillah. Dhe fjala jonë elhamdulillah, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tamla'ul mizan, tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Kur ti thua elhamdulillah, e ke mush pjesën mes tokës dhe qiellit me sevap dhe shpërblim, dhe e ke mush pjatancën e peshores ditën e gjykimit me sevap dhe shpërblim. Po faktikisht njeriu ka aq shumë mirësi të Zotit xhella xhelaluhu, aq shumë begati të Zotit xhella xhelaluhu. Saqë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur njeriu që është në momentin që lind, law anna al-insan min yawmi wulid kharra ala wajhihi sajidan ila an yamut, wa fi riwayatin ila yawm al-qiyamah ma adda haqqa Allahi azza wa jall. Sikur njeriu nga momenti I lindjes deri në vdekje, transmetim tjetër deri në ditën e gjykimit, të rinte Allahut me ballin tokë, të rinte Allahut në sejdë pa bërë asgjë, nuk do ta kishte shlyer detyrimin që ka ndaj Allahut Zotit të tij. Nuk do ta kishte shlyer detyrimin, nuk do të kishte bërë falënderimin e duhur ndaj Allahut xhalla xhelalu. Për këtë arsye ju e dini shumë mirë vëllezër dhe motra se Allahu xhalla xhelalu ka krijuar me lajket të cilat nuk kanë asnjë lloj pune, asnjë lloj angazhimi, vetëm adhurimin e Allahu xhalla xhelalu. Ka prej tyre që qysh nga momenti numri I tyre nuk dihet, o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ka prej tyre që qysh nga momenti që I ka krijuar Allahu xhalla xhelalu deri në ditën e gjykimit rrin duke thonë vetëm subhanallah, nuk han, nuk pin, nuk flejn, nuk shtohen. Detyra e tyre është të thonë vetëm subhanallah.
e një numër gjithashtu goxha i madh që nuk dihet se sa është, thonë vetëm elhamdulillah. Dhe kështu me radh, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. E kështu me radh me lajke që i rinë Allahu duke ju falë në kom dhe s'bëjnë as i pun tjetër, dhe me lajke që i rinë Allahut në ruku dhe s'bëjnë as i pun tjetër, dhe me lajke që i rinë Allahut në sejdë dhe s'bëjnë as një gjë tjetër, që është nga momenti i krijimit të tyre deri në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, "A'tati as-sama'u wa huqqa laha an ta'ta ma fiha mawdi'u shibr farig." Thot, kërciti qielli dhe ka drejt që kërcet, nuk ka në qiell as edhe një pëllëm bosh e mbushur me melajke. E sa është qielli? Toka në krahasim me qiellin e parë është si një unazë e hedhur në shkretir, dhe qielli i parë në krahasim me qiellin e dytë si një unazë e hedhur në shkretir. Dhe qielli i dytë me tretin në të njëjtin raport, i treti me të katërtin në të njëjtin raport, i katërti me të pestin në të njëjtin raport, i pesti me të gjashtin në të njëjtin raport, i gjashti me të shtatin në të njëjtin raport, s'ka vend bosh në qiell. Vetëm se në të është një melek që adhuron, madhëron, lavdron, lirson Allahun xhaleshan. Dhe kur të bëhet dita e gjykimit dhe kur të ringjallen, fjala e parë që do të thonë të gjithë këto me lajke pa përjashtim do të jetë subhanaka ma abadnaka haqqa ibadetik. E të lirësuar nga çdo emet je ti, o Allah, o Zoti ynë, nuk ta kemi dhënë hakun në adhurim. Për këtë arsye, nëse e ke gjetë Allahun, Allahu të do fort. Nëse e ke gjetë rrugën që të çon tek Allahu, Allahu të don fort. Nuk ka mirësi dhe begati më të madhe se sa mirësia e gjetjes së Allahut. Nuk ka mirësi dhe begati më të madhe. Nuk ka vlerësim më të madh që ty të ka bërë Zoti se sa të ka mundësu ta njohësh atë. Për këtë arsye dhe duhet me falëndëruar Allahun që të ka udhëzu. Duhet me thonë Allahut faleminderit o Zoti im, sa është mirësia jote, jo zgjuarësia ime. Faleminderit o Zoti im që më udhëzove dhe mi çele syt, se ka njerëz që jetojnë po se din pse jetojnë. Dhe ka njerëz që jetojnë në këtë botë dhe nuk e din nga kanë ardhur dhe ku do të shkojnë. Nërsa ty Allahu xhelle xhelaluhu të ka udhëzu dhe të ka orientu dhe të ka pranu dhe të ka afru. Prandaj falënderoje se Zoti ka premtu, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse falënderoni do t'u ashtoj mirësitë dhe begatitë e mia ndaj jush. Prandaj falënderoje Allahun xhelle shanu, falënderoje Allahun e madh se ti e ke gjetë rrugën. Dhe çdo njeri që ka humbur Zotin e tij është si shembulli i atij burri që pam ne sot në semafor. S'di nga të shkoj, s'di nga të orientohet, dhe gjithë dynjaja i duket sikur është rruga e tij, e si pasoj do të ulet diku aty drejti, do të presi që t'i dali pija, e pastaj do të orientohet për në shpinë e tij. Edhe njeriu në jetën e kësaj bote që ka humbur Allahun, Zotin e tij, shembulli i tij kështu është. Po problemi e diku është se ky që pam ne sot kësaj semafori, do t'i dali pija ndoshta në gjysmë të natës, do t'i dali pija ndoshta në mëngjes, e në fund fare do të udhëzohet se ku e ka shpinë. Nërsa i një që ka humbur në këtë botë Zotin e tij dhe krijuesin e tij, a e dini se kur do të zgjohet? Do të zgjohet kur të vdesi. Mirë pa i lloj zgjimi, më mirë mos ishte zgju. Ja lejtaha kanat il qadhiya. O Zoti, më mirë të kisha vdekë, mos isha çu kurrë. Ai lloj zgjimi është trishtim. Allahu na ruaj. Nësa besimtari i cili e njohu Zotin e tij, i cili e falënderoi Zotin e tij, i cili u takua me Zotin e tij në këtë botë, Allahu i madh ka përcjell me të gjithmonë, si në këtë botë dhe në ahiret.
Si I tha Gjibrili alayhi salatu wassalam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ahbib men shi'ta fa innaka mufariquhu, duaj këtë duash, po një ditë do të ndahesh prej tij. Që do të thotë njeriu duhet di se këtë duhet të duaj në këtë botë. Është një lloj dashurie përveç dashurisë së Allahut, e cila nuk shkëputet me shkëputjen e kësaj bote. Ka thënë Allahu xhalla xhelalu në Kur'an: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Të dashurit dhe miqt do të jenë armiq të njëri tjetrit ditën e gjykimit përveç besimtarëve të mirë dhe të devotshëm. Atëherë Allahu ty nuk të lën masdore. Pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam do të interesohet për ty ditën e gjykimit, dhe vëllezërit besimtarë dhe motrat besimtare për njëri tjetrin do të interesohen, se dashuria për hir të Allahut nuk shkëputet, nuk humbet kurrë. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Besimtarëve që kanë bërë vepra të mira, Allahu mes tyre do të fusë dashuri, kanë thonë dietar, dashuri në këtë botë dhe dashuri në botën tjetër. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që në transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, se kur t'i fusë Allahu xhalla xhelalu besimtarët në xhenet, dhe kur të qetësohen në xhenet, dhe kur të rahatohen në xhenet, Allahu na bof për këtyre njerëzve të gjithëve. Do t'i kërkoj një takim Allahu xhalla xhelalu besimtarët, do t'i thonë: "O Allahu, Zoti ynë, dum një takim." E Allahu xhalla xhelalu do t'i pres besimtarët në takim. Do në: "O Allahu, Zoti ynë, kemi pas në dynja ca shok që nuk po I shohim në xhenet. Faleshin me ne, po s'janë në xhenet. Agjërojshin me ne, po nuk janë në xhenet." Thot Allahu xhalla xhelalu: "Ata janë robët e mi të cilët kanë merituar ndëshkim, do të vujnë për një kohë në xhenem, pastaj përfundimi I tyre do të jetë xheneti." Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Dhe nuk I ndahen së luturi Allahu xhalla xhelaluhu dhe së ndërmjetësuari Allahu xhalla xhelaluhu, derisa t'u japi leje Allahu xhalla xhelaluhu me shku në xhehenem me nxjerr vëllezërit e tyre nga zjarri I xhehenemit." Shkojnë dhe I nxjerrin vëllezërin nga xhehenemi. Çfarë është për Allahun nuk humbet. Çfarë është për Allahun nuk putet kurrë. Çfarë është për Allahun xhaleshanuhu do të jetë më të vërtet ndihma më e mirë që njeriu I bën vetes tij. Shkruan Abu Sulejman ad-Darimiu rahimahullahu ta'ala një letër tek një vëlla që e donte shumë dhe I thot: "Amma ba'd", në vijim, pasi e falënderoi Allahun dhe çoi salavatin në pejgamberin, I tha në vijim: "Unë e di që nuk është se kam bërë ndonjë gjë, kush e di se çfarë, që do të më bëj ndonjë punë të madhe. Mirë po, unë ty të du për hir të Allahut, e kjo është gjëja që unë më shumë ja kam shpresën ditën e gjykimit. Ta dush dikë për hir të Allahut, është puna më e mirë që mund të bësh." Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjëja e parë që do të ngjojnë njerëzit ditën e gjykimit do të jetë: "Aynal mutahabbuna fi jalali, al-yawma udhilluhum tahta dhilli, fahum ala manabirin min nur, yaghbatuhum al-anbiya wash-shuhada, wujuhuhum nur, wa malabisuhum nur, ala manabirin min nur, la yakhafuna yawma yakhafu an-nas, wa la yafza'una yawma yafza'u an-nas." Gjëja e parë që njerëzit do të ngjojnë nga Allahu ditën e gjykimit do të jetë: ku janë ata njerëz që janë dash për hir tim, se sot do t'i strehojnë në hijen e arshit tim. Do të jenë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në kodra drite, fytyrat e tyre ndriçojnë, rrobat e tyre ndriçojnë, I kanë zili pejgamberët, I kanë zili shuhadat, dëshmorët. Në momentin kur gjithë do të tremben, ata nuk do të tremben. Në momentin kur gjithë do të friksohen, ata nuk do të friksohen. Në momentin që gjithë do të mërziten ditën e gjykimit, ata nuk do të mërziten. Allahu na bëf për këtyre njerëzve, ya Rabbel Alamin. Për këtë arsye është, nëse e do të dikë për hir të Allahut, tregoj, ta njonin me zgjisjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po bëshin muhabet, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju mos kujtoni se ka qenë një njeri I cili I mante vetullat e ngrysura dhe rrinte I zymt. Ka qenë njeri I muhabetit, njeri I shakas, njeri që ulej me shokët e tij dhe bëshin muhabete. Mos kujtoni ju se pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam kur rrinte me njerëz vetëm mante ligjërata dhe mante derse.
Muhabeti ishte muhabet, shakaja ishte shaka dhe dersi ishte ders dhe mësimi ishte mësim. Ishin tur një ditë njerëzit, një grup shokësh me pejgamberin sa selam dhe tha njëri duke bë muhabet e sipër, tha se unë du shumë filanin tha. I tha pejgamberi sa selam ai ke tregu që e do fort. Tha jo, si kam tregu, e du. Tha çau shko dhe tregoj se e do fort për ish Allahu. Dhe u çu burri shkoi dhe i tha ti selam aleikum se haj tha çai. Tha du fort për ish Allahu. Tha dash Allahu që më do për ish ti. Kështu që unë du fort për ish Allahut. Allahu na bëf për aty njerëzve që duan për hir të Allahut. E Allahu na don të gjithë. Qofshin për aty njerëzve që do të jemi në ditën e gjykimit në ato privilegje që ka premtuar pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Allah është i mëshirshëm me ne, tek ai kemi shpresat. Do thotë njëri mos po kërko shumë. Pejgamberi i Zotit kështu na ka mësuar me kërku shumë. Idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Fa innahu a'la al-jinani wa awsatuha. Kur kërkoni për Zotit, kërkoni Firdausin e lartë, sa është kulmi i xheneteve dhe më i zgjedhuri dhe i përzgjedhuri i xheneteve. Pejgamberi sa se kështu na ka mësuar me kërku më të mirën. Kështu që lut Allahun e madh që të na bëjë të dashur për hir të Tij. Lut Allahun e madh që të ndërmjetësojmë për njëri tjetrin ditën e gjykimit. Nëse nuk e shohim njëri tjetrin në xhenet, themi o Allahu Zoti ynë, në Hamburg jemi parë me ata vëllezërit me filanin dhe me fistekun, po nuk po i shohim në xhenet. O Allah, nuk na rahatohet xheneti pa i marrë dhe këta vëllezën ose pa e marrë filanin në xhenet. Allahu na bëfër aty në njerëzve, ja Rabbel Alamin. I tha Gjibrili alayhi salatu wassalam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duaj këtë duash se i ditë do të shkëputesh prej tij, pra është në natyrën e njeriu që t'i doj njerëzit. Mirë po, duaj atë që është me të vërtet njeri që është i hajrit dhe i mirë. Duaj atë që me të vërtet është vëlla që do të mirën. E kush është vëllai që do të mirën? Ai i cili idha dhakarta a'anak wa idha ghafalta dhakarak. Vëllai i mirë dhe i vërtet është ai i cili nëse të sheh se je duke përmend Allahun ose duke adhuruar Allahun të ndihmon dhe të mbështet, e nëse të shef se je hutu dhe ke harru, të kujton, ky është vëllai i mirë. Ka thënë poeti, inna akhaka al-haqqa man kana ma'aka wa man yudhirru nafsahu li yanfa'aka wa man idha ribu zamani sada'aka shatatta fika shamlahu li yajma'ak. Vëllai i vërtet është ai i cili është me ty gjithmonë. Inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yudhirru nafsahu li yanfa'ak. Është i gatshëm dëmtoj veten e tij që vetëm ti të përfitosh, të kalosh mirë. Dhe nëse sprovat e jetës coptojnë, ai bëhet cop për të mbledhur ty. Ky është vllai i vërtet, ky është vllai i mirë. Allahu na bëf të tillë. Vllai i vërtet dhe i mirë është ai i cili mas lidhjes me ty nuk ka asnjë lloj interesi nga kjo botë. Vetëm se kënaqësia e Allahut xhel xhelalu. E këtë nuk ta jep asnjë lloj gjëje tjetër në këtë botë vetëm se Allahu xhel xhelalu dashuria për hir të Zotit. Për këtë arsye kanë thënë dietarët dhe ulemat e Islamit, dashuria për hir të Zotit nuk është e obliguar, po është e njoftuar. Ka thënë Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër, nuk ka thënë besimtarët duhet të jenë vëllezër. Ka thënë besimtarët janë vëllezër. Nuk është me dëshirë. S'mpëlqen, apo nuk është nga venim, apo ka ngjyrë tjetër. Përderisa është besimtar, ai është vëlla jot. Për këtë arsye kanë thonë ulemat dhe dietarët, kushti i 7 i fjalës la ilaha illallah është an tuhibbaha wa tuhibba man qalaha. Ta duash këtë fjalë dhe të duash çdo që e ka thënë këtë fjalë. Kushdo qoftë ai duhet me dasht. Kushdo qoftë ai duhet me dasht. Ose përndryshe, fjala la ilaha illallah jotja ka nevojë për tu fut në laborator për t'i bërë analizat. O Muhammed, duaj këtë duash se i ditë do të ndahesh prej tij.
vllai i mirë nuk ndahet prej teje, edhe nëse ke ndruar jetë, edhe nëse ke vdek, lutet për ty, i kërkon falje Allahut për ty, jep sadaka për ty, bën haxhin për ty, bën umrën për ty, sepse të do. Dhe ai din shumë mirë se çdo punë e mirë që ai bën për ty të vjen edhe ty atje dhe vazhdon lidhja. Për këtë arsye kur vdesin njerëzit, thot pejgamberi sa në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, kur vdesin njerëzit, takohen shpirtrat në xhenet. Edhe kur vdes dikush nga kjo botë e pyesin ata atje, i thon, "Ha, çka ka ndodhur me fëmin tim, çka ka ndodhur me gruan time, çka ka ndodhur me shtëpinë time, çka ka ndodhur me filonin, po çka ka bë filoni?" Pyesin ata atje për ata që kanë lënë kohën e vet këtu në dynja. E ky që ka shkon atje ju tregon, ky që ka shkuar atje ju tregon, thotë kështu ka bë filoni, kështu ka bë filoni. I thon ato, "Po filani?" Thotë ky pa i ka vdek me kohë. Thon ato i shkreti. Do të thonë përdesa sa është atje në xhenet, do të thonë se ka përfunduar atje poshtë. Pra vazhdojnë lidhjet vëllezër. Vazhdojnë lidhjet dhe vllaznia nuk humbet me vdekjen askujt. Ajo vazhdon mbetet. Dhe shpërpunën më të mira që mund bëjë njeriu. Mirë, po fjala e Xhibrilit alayhi salatu sallam ka dhe një kontekst negativ. O Muhammed, duaj këtë duash, po i ditë do të ndahesh prej tij, që do të thënë, nëse dashuria e dikujt bëhet sebeb që ti të harrosh Zotin, ti kthesh shpinën Zotit, të hutohesh nga Zoti, një ditë ke për ta lënë, ka për të lënë. Si ka mundësi që i dhe dikujt vlerë më shumë se sa meriton? Si ka mundësi që mund bëhet dikush shkak që ti të kthesh shpinën Zotit, ndërkohë që një ditë do ta lejsh e do të lejnë? O Muhammed, duaj këtë duash, një ditë do të ndahesh prej tij dhe bëj ç'të duash, se i ditë ke përdon llogari. Po i thot Xhibrili alayhi salatu wasalam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bëj ç'të duash, se i ditë ke përdon llogari. Dhe kjo vlen për gjithë. Bëj ç'të duash, sepse ke dy melek, cilët shkruajnë dhe regjistrojnë. Dhe ke një melek të veçantë për fjalët e tuaja, të cilat i shkruan dhe i regjistron. Nuk humb gjë, o vëllezër, nuk humb gjë, çdo gjë regjistrohet. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Lexoje librin që ke bërë vet. Sot ke bërë dhënë llogari për atë që ke vepruar. Çdo njeri prej nesh është autori i një libri minimalisht. Çdo njeri prej nesh është autori i një libri minimalisht. Libri i jetës tij e shkruan gjithsecili prej nesh, me fjalët e tij, me veprat e tij, me sjelljet e tij, me qëndrimet e tij, me vendimet e tij. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. E do t'i vi libri ditën e gjykimit. E do t'i thuhet iqra kitabek, lexoj atë që ke shkruar, atë që ke bërë. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ti sot do të marrësh llogari veten tate. Ja ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. O robët e mi, janë punët e juaja, thot Zoti i gjithësisë. O robët e mi, janë punët e juaja, kush gjen mirë, falënderoj Allahun, e kush gjen keq, mos qortoj vetëm se veten e tij. Allahu si ka faj kujt, o vëllezër. Allahu nuk i ka faj kujt që përfundon në zjarr xhenemit. Se Zoti se dënon askënd pa drejtësisht. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Askënd nuk do ta dënojmë derisa të vijë atij argumenti dhe fakti i qartë. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ne nuk ju kemi bërë padrejtësi, po i keni bërë padrejtësi vetëve tuaja. Njeriu duhet të mendoj punët që bën. Duhet të llogarisë fjalët që thot. Duhet mendoj se përveç faktit që ka me lajke që shkruajnë çfarë thot dhe çfarë vepron dhe si sillet, mbi të gjitha është Allahu ai i cili po të shef dhe po të dëgjon dhe po të mbikëqyr.
E nëse turpi prej me lajkeve që shkruajnë çdo gjë që ti e vepron, nuk është i mjaftueshëm që ti tërhiqesh, le të jetë shikimi i Allahut mbi ty dhe mbikëqyrja e Zotit ndaj teje e mjaftueshme që ti tërhiqesh. Po të shef Allahun xhaleshanu, po të shef Zotit, si ka mundsi? Vëllezër nderuam, nëse do të ishte në njëri për jush në pozicionin tim këtu ulur, këtu jam ulur tani, a do të bonte në një veprim të pahishëm, halal, ama i pahishëm? Ti ishte në njëri për jush këtu në vendin tim, a do të krunte veshin tani? Fort. Nëse da bonte këtë punë, do t'i vinte shumë turp, do thoshin njerëzit, që ka çmend. Do t'i vinte turp për njerëzit. Nëse do të ishte në njëri për jush në pozicionin tim, do të krunte hunën tani? S'da bonte kurrë, sa turp i madh, apo jo? Ndërkohë që ne, kur nuk jemi me njerëzit, se kur jemi me njerëzit, ndoshta dhe e majmë veten deri diku. Po kur nuk ka njerëz aty pranë nesh, harrojmë se pranë nesh dhe mbi ne është Allahu xhela xhelalu, po na shikon, po na dëgjon, po na mbikëqyr. Si ka mundësi që njeriu është e kaq i çuditshëm që shikimet dhe vlerësimet e njerëzve t'i vlerësoj kaq shumë dhe shikimin e Allahut dhe mbikëqyrjen e tij ta vlerësoj me një hiç, me një zero. Po pse thu kështu? Po pra e them këtë, sepse shumë prej nesh kur janë vetëm për vetëm, ose kur janë në një vend ku nuk i njeh kush, sillen në mënyrë çuditshme dhe bëjnë gjëra çuditshme. Sikur Allahu në ato momente më nuk është, sikur Allahu nuk po e shef. Si puna e disave që e njohin Zotin vetëm në Amazon, dhe kur marrën në Amazonin sikur ka mbaruar gjithçka. Po është i njëjti Zot edhe mas Amazonit. I njëjti Zot që po të shef, po të dëgjon kështu me radhë. E rëndësishme është se Allahu xhalla xhelaluhu nëpërmjet Xhibrilit e këshillon Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe i thot bëj çfarë dush, se ke përdhon llogari. Pra o robi Zotit, ti mos kujto se me punët e tua dhe me veprat e tua po i bën në iner Allahut, po i bën në të mirë Zotit. Harroje. Ja ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. O robët e mi, ju nuk mund të më bëni mua në të mirë, as nuk mund të më bëni mua në të keqe. Pik, ka marru. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. I kam krijuar xhinët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë të vetëm. Nuk dua prej tyre asgjë, se s'kam nevojë, as më ushqejnë, as të më japin furnizim. Allahu është furnizuesi i gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm, i panevojshëm për asgjë, absoluti. Ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. O robët e mi, sikur ju të gjithë pa përjashtim, xhinët dhe njerëzit, të ishit si njeriu më i devotshëm që ka parë në një historia e kësaj bote. Pra sikur gjithë njerëzimi, bota e njerëzve dhe bota e xhinëve, të ishin baraz Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikur gjithë të ishin si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë kjo nuk do të shtonte asgjë në pasurinë dhe në pushtetin dhe fuqinë dhe madhështinë time. Dhe sikur ju të gjithë pa përjashtim nga i pari deri te i fundit, nga njerëzit dhe xhinët ishin si më i keq që ka parë në njëri jeta e kësaj bote. Sikur të gjithë ishin si iblisi, si dreqi, si shejtani mallkum. Kjo nuk do të paksonte as nuk do të zhvlerësonte asgjë pasurinë dhe pushtetin dhe fuqinë time. Nuk ta ka nevojën o robi i Zotit, s'ta ka nevojën Allahu xhaleshan. Nëse e bën për veten tate. In ahsantum fali anfusikum wa in asa'tum falaha. Nëse bëni mirë për veten tuaj. E nëse bëni keq, po pra për veten tuaj.
Mos kujto se të bën të mirë për Allahun, kur bën mirë. E mos kujto se po e dëmton Zotin nëse bën keq. Nëse bën mirë, bën për vete. I pari që do ta shijojë frutin e të mirës tij dhe do ta ndjejë lumturinë dhe kënaqësinë e mirësisë tij është vetë njeriu. Për këtë arsye tha pejgamberi sa në hadithin e saktë, men sarrathu hasanatuhu wa asa'athu sayyi'atuhu fadhalika almu'min. Atë njeri që e lumturon vepra e mirë dhe që e bën të ndihet keq, vepra e keqe është besimtari i vërtet. Do me thënë frutat e të mirës, frutat e adhurimit, frutat e përkushtimit, frutat e mirësisë, do t'i shijojsh ti i pari në shpirtin tatë dhe në zemrën tatë. Për këtë arsye tha i burri i motshëm, "Law ya'lamu al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu 'alayha min as-sa'adati lajaladuna 'alayha bis-suyuf." Sikur ta dinin mbretërit dhe bitë e mbretërve se çfarë përjetojmë ne në zemër dhe në shpirt, kur jemi adhurues të Allahut xhalla xhelalu, do të mundonin të na e merrnin me kamzhik. Kështu që nëse bën mirë, bën për veten tate, e nëse bën keq, ja ke bën vetes tate. I pari që do ta shijoj idhësinë e mëkatit dhe gjunait është personi vet. Për këtë arsye kur erdhi dikush tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe tha: "Wa mal ithm qala ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas", tha Muhammed, o pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, tha o pejgamberi i Zotit, më trego se ç'është mëkati. Si ta kuptojnë mëkatin? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma haka fi sadrik", ajo që ty të grën nga mrena. Dhe s'ke dëshirë që ta dinë njerëzit, ky është mëkati, ky është gjunai. Pra që do më thonë, gjunai dhe mëkati e fillon me njeriu pikë pari, ta vuaj ai pasojën e saj, ashtu siç mund bëhet sebeb mëkati i njeriu që njeriu t'i prishet edhe jeta e kësaj bote. Po, mund të jenë gjunove tona ndonjëherë sebeb që na prishen familjet, divorcohen çiftet, prishet ortakria dhe biznesi, nuk sillet mirë gruaja apo nuk sillet mirë burri, apo kundërshton fëmia. Për këtë arsye thoshte ai burri i motshëm, Zoti i mëshiroft, sa fjalë të mëdha kanë thonë. Thoshte, unë kur bëj në gjuna, këtë e shoh tek sjellja e kafshës, ose e shoh tek sjellja e gruas apo e fëmisë. Ma jep Zoti më njëherë sinjalin. Ajo që du me thonë o vëllezër është se nëse bën mirë, bën për vete, jo për Allahun. Nëse bën mirë, bën që të fitosh gradat më të larta në xhenet, jo për Allahun. Nëse bën keq, s'ke dëmtu Zotin, më ke dëmtu veten tate. E shihen e idhët dhe pa udhësinë e mëkatit, e gjunafit, do ta shijosh ti i pari përpara se ta shijojë çdo kush tjetër. Le të kthehemi edhe një herë tek këshilla dhe porosia që Xhebrail Amini i jep Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Wa'ish ma shi'ta fa innaka mayyitun." Jeto sa të duash o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ama një ditë ke për të ndruar jetë, ke për të vdekur. Vëllezërit në Rum, sado që të jetojë njeriu në jetën e kësaj bote, o ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. O Muhammed, s'kemi lejuar askënd që të jetojë përjetësisht në këtë botë. Ky ajet është i mrekullueshëm, është i bukur. Është i bukur se ka njerëz që besojnë se Hizri është hala gjallë. Hizri, ai që ka përmend Zoti historinë e tij në surën El-Kahf me Musa alayhi salatu wassalam, ka njerëz çuditshëm që besojnë se është hala gjallë. Ndërkohë që Zoti thotë, nuk kemi lejuar askënd që të jetë i përjetshëm. E rëndësishme. I thotë Allahu xhalla xhelaluhu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam, jeto sa të duash, po një ditë ke për vdek, ke për të ndruar jetë. Jeta e kësaj bote o vëllezër besimtar dhe motra besimtare, sado që të jetë e gjatë, përballë ahiretit që është infinit, është asgjë. Nëse ka vëllezër të specializuar në fushën e matematikës këtu në mesin tonë, do t'i bëjë një pyetje. Përballë infinitit, kush numër
ka vlerë? Ose a ka ndonjë numër që ka vlerë përballë infinitit? S'kemi asnjë shkencë të matematikës. Asnjë numër nuk ka vlerë përballë infinitit, asnjë numër. Çado që të shkojë ty në mend një numri, miliona, biliona, miliarda, triliarda, çdo numër që ty të shkojë në mend, në momentin që janë vend përballë infinitit, s'ka asnjë lloj vlere, sepse infiniti do thot pafundësi. Dhe ahireti është pafundësi, përjetësi. Khalidine fiha abada. Atje do të jenë pafundësisht, përjetësisht. Jeta e kësaj bote sado që të zgjasi, është asgjë përballë ahiretit. Është asgjë, është hiç. E pyetën Nuhun alayhi salatu wassalam në shtratin e vdekjes dhe i than: a mund të na thuash se si të zhduk jeta e kësaj bote? Ndërkohë që Nuhu alayhi salatu wassalam ka jetuar siç e thot Allahu në Kur'an 950 vjet duke i ftuar njerëzit në fe, e sa ka qenë ymri dhe jeta e tij nuk dihet eksaktësisht. Për këtë arsye transmetohet në librat e tefsirit, në librat e historisë, transmetohet se ka kaluar një ditë Nuhu alayhi salatu wassalam dhe ka gjetë një gru që po qante për birin e saj. I tha: o filane, nona e filane, çfarë ke? I tha: o pejgamberi i Zotit, më ka ndruar jetë çuni i ri shumë. I tha: o filane, bia e filanit, sa vjeç ka qenë? Ta ka qenë 300 vjeç çuni që ka ndruar jetë. Tha: o filane, bia e filanit, do të vinë një kohë që kjo mosh do të jetë ëndër për të jetuar dikush, kurse ti thon ka vdek çuni i ri. E pyetën Nuhun alayhi salatu wassalam në shtratin e vdekjes, i than: o Nuh, Allahu na bashkof me Nuhun në xhenet. I than: o Nuh, si tu ka duk jeta e kësaj bote? Tha: si një dhomë me 4 mure me 2 dyer, futesh nga një derë dhe del nga dera tjetër. Nuh ka jetu më shumë se 1000 vjet. Dhe ju ka duk si një dhomë me 4 mure me 2 dyer, futesh nga një derë dhe del nga dera tjetër. Për këtë arsye transmetohet në hadithin e saktë se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu xhalla xhelaluhu kur vjen momenti i vdekjes së pejgamberëve, ju jep të drejtën e zgjedhjes me jetu ose me shku tek Zoti. E kur e çoi i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu melekun e vdekjes tek Musa alayhi salatu wassalam, Musa i kishte i shkop në dorë dhe i thaj: selamu aleikum, aleikum selam. Tha: ha, kush jeti? Tha: jam meleku i vdekjes. Ha, tha: çfarë mirë të solli? I tha: kam marrë se ka ardhur momenti. I gjujti Musa në shkop, janë nxorri syun. Shkoi meleku i vdekjes tek Zoti i gjithësisë dhe te Allahu dhe i tha: o Zoti im, ke çu tek njëri që s'do me vdek, e urren vdekjen. I tha Allahu xhalla xhelalu: ktheu tek robi im Musaj dhe thuaji: o Musa, vendose dorën tate mbi shpinën e dashit apo të delës apo të kaut apo të viçit. Dhe sa qime të ketë, fije qime të ketë poshtë dorës ti të jetoj. I vjen meleku i vdekjes Musait alayhi salatu wasalam dhe i thot: ke selam për Allahut, Zotit tat. Thot Zoti: vendose dorën tate në shpinën e delës apo të kaut, e sa qime fije të ketë poshtë dorës tate do të jetosh. Tha Musa alayhi salatu wasalam: po pastaj, tha, pastaj ke për të vdek prap. I tha: po qese për të vdek, se për të vdek, tha, atëherë më mirë tani po shkoj tek Zoti im. Për këtë arsye ka qenë për fjalëve të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kuptohet se meleku i vdekjes po i jepte të drejtën e zgjedhjes: belir rafiq al a'la, belir rafiq al a'la, belir rafiq al a'la. Dhe ka ndruar jetë duke thonë: mikun tim të dashurin tim të lartë, mikun tim të dashurin tim të lartë, mikun tim të dashurin tim të lartë. Ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam. Kështu që jeta e kësaj bote ka një afat, ka një fund.
Fa idha jaa ajaluhum, edhe nëse vjen ejeli, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. As mund të afrojnë, as mund të largojnë. Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. E nëse ju nuk besoni, ktheheni shpirtin. Nëse jeni të sinqert dhe të kujtoni se keni forcë dhe fuqi. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. E kur të arrish shpirtit në fyt, ne jemi më pranë ti se sa ju, e nëse me të vërtet nuk e besoni Zotin e fuqinë e tij dhe madhështinë e tij, kthejeni shpirtin edhe një herë. Nëse jeni të sinqert. Kalla idha balagat at-taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. E kur të vi momenti që shpirti do të vinë në fyt, do të fillojnë njerëzit të thonë doktori ku ta gjejmë një mjek, kush mund t'i knojë, kush mund t'i bëjë diçka. Afrohen këmbët njëra me tjetrën, e ke përse kur shtryqet njeriu që është duke dhënë shpirt, do të thotë se ka filluar rrugtimi i cili përfundon në takimin me Allahun xhalla xhelaluhu. Ky është një moment që nuk shpëton kush prej tij se nuk kanë shpëtuar pejgamberët e Zotit. Është momenti më i dhimbshëm dhe më i vështirë që kalon njeriu në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye transmetohet se njëri prej sahabëve po fliste me djalin e tij kur ishte në gjendje të mirë. Dhe i tha babi, tha, do të bëjmë një marrëveshje bashk. I tha po. Kushdo që të vdesi prej nesh para tjetrit, në ato momente të fundit do të tregojmë njëri tjetrit se si është puna. Dhe qëlloj që i jatit vdesi para të birit, e kur ka vdekje më të mirë se sa me vdek baba para fëmijës. E nuk ka vdekje më të dhimbshme dhe dhimbje më të madhe sa me ndru jetë fëmia para babës. Ndërkohë që sahabiu ishte në shtratin e vdekjes dhe filloi agonia e vdekjes, i shkon i biri afër dhe ja kap dorën dhe ja shtrëngon dhe nuk po merrte asnjë lloj reagim nga jati i tij. Dhe pastaj erdhi ai momenti që ai vdekmi kalon momente dhe momente dhe ja shtrëngoi jati i dorën, tha hër bab, tha si duket. Tha orbir, tha më duket sikur qiejt dhe toka janë bërë një vetme dhe më janë vendosur në gjoks. Edhe kam mbet, thot, një vrimë e vogël dhe më duket sikur shpirti im do të dalë për asaj vrime. Pastaj e humbi prap. Limithli hadha fa'iddu. Për këtë moment duhet më përgatit. Kësaj dite duhet më i boj zmetin. Ka thënë prap një nga burrat e motshëm, yamutu al-mar'u ala ma 'asha 'alayhi wa yub'athu ala ma mata 'alayhi. Njeriu vdes siç ka jetuar e do të ngjallet siç ka vdekur. Ai njeriu që ka jetuar me të mira, Allahu do ta mundsojë që të vdesi në të mirë. Ai që ka jetuar me të këqija, Zoti ashtu ka për të mbyllë jetën me të këqija. Mirë, po problemi është se nuk mbaron puna me kaq. Njeriu do të ringjallet, thot pejgamberi sa sem, yub'athu al-mar'u ala ma mata 'alayh. Njeriu do të ringjallet në punën që ka vdek. Këtij momenti duhet më i boj zmetin. Këtij momenti duhet më i boj zmetin. Për këtë moment duhet më përgatit. A ka më mirë se sa ta gjej vdekja njeriu për shembull në sejdë, në namaz, të mor abdes, të agjëru, të lexu Kur'an, të bë tobe istighfar, në haxh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tukhammiru ra'sahu, mos ja muloni fytyrën dhe qefinosini në ihramin e tij, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, se do të ringjallet tek Allahu ditën e gjykimit duke thënë labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Se kishte vdek në haxh.
Kështu që ai kur ngjallet në gjykimit, ai mendon se është u bë haxh, atë ai vërtet më të madhe. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik lash. Allahu akbar. Edhe vajtë në njonin për nesh si kur dali ditë në gjykimit ngjallet në sejdë duke thonë subhana rabbil ala, subhana, dhe si bëhet më uçu sa ai mendon se është në sejdë ala. Apo dikujt i cili ka ndruar jetë duke lexuar Kur'an dhe ngjallet ditë në gjykimit duke lexuar Kur'an dhe si bëhet më unda nga Kur'ani. E kështu me radhë. Mirë po duhet me e bojë zmetin, duhet me qenë i përgatit, duhet me qenë musta'id. Sepse mund ndodhi dhe e kundërta. Gjojeni këtë ngjarje të çuditshme që ka ndodhur. Thot, ndron jetë dikush në dhomë, e kishte mbyll dhomën me çelës. Vin ata të shtëpisë për ta zgjuar, sipte kush përgjigje. 1, 2, 3, 4, 5 pritën, tentuni, gjushin derës, hiç. E rëndësishme në fund fare e shpërthyn derën. E shpërthyn derën, e gjetën kompjuterin ndez dhe thanë, më mirë mos ta kishim shpërthy derën e mos ta kishim gjetë kompjuterin ndez. Më mirë mos ta kishim shpërthy derën e mos ta kishim gjetë kompjuterin ndez. Duhet me ja boj zmetin. Duhet me ja bë beftin, pra duhet me qenë gjithmonë në kujdes, se është e vetmja gjë në këtë botë që nuk ka sinjal paraprak. Sidomos në kohët e fundit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa të shtohet në mesin e njerëzve vdekja e papritur. Se ka vdekje që të merr avash avash, të jep sinjal Allahu do fort, ta jep sinjalin. Për shembull, i jepet dikujt sinjali që është me kancer. Unë mendoj se kjo është rahmeti i Allahut për robin e tij që i jep sinjal. Pra do me thonë robi im, ke kohë me kalu këtë kohë me pendim, me adhurim e me lexim Kur'anin. Mirë po ka edhe kështu, që robin darkët mirë, shnosh, e ku dëgjon e tjerë, dhe mjesht gdhin i vdekur. Ose ka edhe më keq, duke bë muhabet kputet, e shohet më kurrë. Kështu që duhet më përgatit dhe duhet me qenë kujdesshëm se kjo botë është metaul ghurur, mashtrim. Është rren. Ne nuk jemi kundër pasurimit në këtë botë, as nuk jemi kundër jetës komode, as nuk jemi kundër veshjes komode, as nuk jemi kundër automjetit komod, nuk jemi kundër kurrë. Përkundrazi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e pa një njeri i cili ishte i raskapit, i lodh nga jeta, çfarë i tha, o filan, tha, ke pasunit, i tha, kam, çfarë ke ti, tha, pasunit, kam, tha, argjend, dele, deve, gjithçka kishte ai. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, subhanallah. Po nëse Allahu nëse jep të mira robit ti, do që këto të mira ti shofi në trupin e tij, në veshin e tij, në jetën e tij. Pa nuk është se muslimani është kundër pasurimit, aman halal. Nuk është kundër komoditetit, ama pa i shkel kufit që Zoti ka caktuar për ne. Pasurohemi, pse jo? Sepse një besimtar i pasur, falendërues, është më me vlerë tek Zoti sa një i varfër i cili ditë për ditë bën mundje dhe boks me varfërinë. Kush fiton, ky apo ajo? I pasur i falendërues është më i vlerësuar dhe më i mirë se sa i varfër i durues. A më i pasur i falendërues i pasurin halal, me djers. A i pasur i cili nuk e ka bërë pasurin, qëllim dhe synim të kësaj bote, po e ka bërë mjet për t'jetuar, jo synim në vetvete dhe ambicje në vetvete. E në fund fare, Gjibrili alayhi salatu wassalam, Gjibrili alayhi salatu wassalam e mbyll porosinë e tij drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në 2 sekrete të cilat po t'i përmbahet njeriu mirë, do t'ja rregullojnë këto 3 gjërat që ne folëm gjatë gjithë kësaj kohe për këto në këtë ligjërat. I tha Gjibrili alayhi salatu wassalam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna
sharaf al-mu'mini qiyamuhu bil-lejl wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dija o Muhammed se nderimi i muslimanit është namazi i natës për të dhe krenaria e tij është mosvartësia e tij nga njerëzit. A do të kuptosh se çfarë vlerë dhe mirësie dhe sa i nderuar je nga Allahu i gjithësisë? A ka momente që ti veçohesh me Zotin tat, vetëm ti dhe Allahu dhe askush tjetër, komunikon me të, flet me të, i qanë hallet atij? Dije se nderimi i besimtarit dhe vlerësimi i tij matet me namazin e tij natës. Po pse? Shumë e thjeshtë dhe logjike. Çfarë bën një njeri që të çohet natën me u fal? Asgjë tjetër, vetëm se sinqeriteti dhe dashuria për Allahun, frika prej Zotit, dëshira për të fituar xhenetin. Sepse kur vim me fal teravit në Amazon, do të vim të falim për shumë arsye, po një nga arsyet është se falen dhe të gjithë. Kur vim në xhami me u falemi për shumë arsye, po një nga arsyet është se do të takojmë dhe vëllezërit. Se mund të jeti takim, se mund të jeti diçka, ose mund të jetë diçka tjetër e tjerë. Ama çosh natën pas një lloj arsye, vetëm tek për tek ti dhe Allahu Zoti yt, kjo tregon se ke vlera tek Allahu Zoti i gjithësisë. Kjo tregon se Allahu do fort. Kjo tregon se Allahu ty të ka zgjedh. Wa sallu bil-lejli wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Falu në natën kur njerëzit janë gjum. Than pejgamberi sa sem kush është namazi më i mirë që fal njeriu? Tha namazi i tij natën. Do thotë njëri hoç, po ne priti herë bursa ala kena probleme 5 vaktet. Inshallah nuk kemi në mesin tonë njerëz që kanë probleme 5 vaktet. E lusë Allahu në madh që nëse kemi në mesin tonë njerëz që kanë probleme 5 vaktet, mos dalim sot për këtij veni vetëm se duke i dhënë besën Allahut mes nesh dhe Allahut, që o Allah, o Zoti ynë, kur dalim për këtij veni t'japim besën se nuk do të kemi më probleme me 5 vakte sa të jemi gjallë derisa të japim shpirt. Thuje këtë gjë mes teje dhe Allahut, nuk duhet ta ngjoj unë, as duhet ta kapi kamera. Ama ti mes teje dhe Allahut thuj më shpirt, më zemër, me mendjen tatë thuj o Allah, o Zoti im, mas këtij momenti unë nuk do të kem më probleme me 5 vaktet. Po do të mundohem që edhe natën ta kemi 2 rekat derisa të jap shpirt. I thanë ç'është puna me ata njerëzit që falen natën që fytyrat i kanë të ndriçuara. Përgjigja e kërkuan dritën në errësirën e natës dhe u dha Zoti në mesin e ditës. Dija o Muhammed se vlerësimi dhe vlera dhe mirësia e besimtarit është në namazin e tij të natës dhe krenaria e tij e vërtet është atëherë kur është i pavarur nga njerëzit. Atëherë kur është i panevojshëm për njerëzit. Atëherë kur nuk lakmon tek ajo që kanë dhe zotërojnë njerëzit. Pra një prej treguesve të mirësisë dhe një sebeb që jep njeriu të krenari është në momentin që si ka sy tek njerëzit, as tek xhepat e tyne, as tek postet e tyne, as tek pushteti dhe fama e tyne, njerëzit për të janë një zero dhe s'kan asnjë lloj vlere. Punët dhe vartësinë e krijon vetëm me Allahun Zotin e tij, sepse ai e din shumë mirë se po ti ketë punët mirë me Allahun, Allahu do t'ja nënshtrojë gjithçka. Men khafahu akhafahu kull shay wa man lam yakhafhu khafa min kull shay. Kush i friksohet atij ka për t'u friksuar çdo gjë. E kush nuk i friksohet atij ka për t'u friksuar për çdo gjëje. Kështu që besimtari ka zgjedh mirë pozicionin e tij. E ka zgjedh mirë pozicionin e tij, më mirë
ta kem me njëshin punën mirë, se këto të tjerë ta një aq shumë sa që smyllën ndonjëherë e s'mbarojnë kurrë. E ta mbyll me atë porosin që jep Ibn al-Qayyim në njën e tij kur thot kun wahiden li wahidin fi wahidin a'ni tariqa al-haqqi wal imani, i një për një në rrugën e fesë dhe të besimit, i një rob i Allahut vetëm, bëju rob vetëm Zotit, i një për njëshin për Allahun, në rrugën e Islamit, në rrugën e besimit. Nëse je i tillë, Allahu i Madh ka përdorur një lloj krenarie, e cila nuk ka çmim që mund blehet. Në momentin që se ke lidhjen dhe shkëputesh prej tij, s'ke për të gjetë asnjëherë karar. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, takimet të tilla e kënaqin njeriu dhe e mbushin me iman dhe me besim. Takimet të tilla janë momente ku Allahu Zoti i gjithësisë derdh mëshirën e tij mbi robët e tij, i qetëson shpirtat dhe zemrat e tyre. Takimet të tilla janë momente që me lajket e Zotit prezantojnë pal mbi njerëzit drejt tek Zoti i gjithësisë. E për këtë arsye unë i lutem Allahu xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta duke thënë: Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin واخذل اللهم الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Allahu Zoti i gjithësisë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyre, o Zot, dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allahu Zoti i gjithësisë, lartësoje Islamin dhe muslimanët. O Allahu Zoti i gjithësisë, shkatroje ata të cilët duan të luftojnë Islamin ose muslimanët. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëj që në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të mbizotroje mira, të urdhërohet për të mirë, të ndalohet nga e keqja, të vlerësohen dhe të respektohen ata që respektojnë fenë dhe besimin, e të jepet vendi i duhur ata të cilët duan të poshtrojnë fenë dhe besimin. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. O Allah, na fal neve, fali baballarët ton, fali nënat tona, fali profesorët tan. O Allah, o Zoti i gjithësisë, çdo kush që mbi ne ka pas ndonjë mirësi, fale dhe mëshiroje ja Rabbel Alamin. O Allah, o Zoti i gjithësisë, fali dhe mëshiroj besimtarët ditën e gjykimit. E në fund fare, falenderoj vëllezërit tan, organizatorët, cilët u bën sebeb për këtë takim. Allahu u shpërbleft me të mirë. E lut Allahun e Madh Zotin e gjithësisë që t'i shpërblej me të mirat e tij të pafundme, si në këtë botë edhe në ahiret. Falenderoj dhe hoxhën e nderuar Rafetin, kolegun tim të shkollës, vllajën tim të dashur, i cili pati sabër e duroj kaq shumë se e zgjatën e çikat e prum. Zoti ju shpërbleft me të mirë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Vëllezërit dashur, çdo fillim e ka dhe mbarimin e vet, edhe kjo ligjërat vetëm se jemi ka fundi. Ne lutim Allahun xhalleshanu që hoxhën nga Tirana, Ahmed Kalan, të jep të mira Allahu xhalleshanu në dunjë dhe në ahiret. E lutim Allahun xhalleshanu që të na bashkon në xhenetin e tij, ashtu sikurse na ka bashkuar këtë tubim. Vetëm një lajmërim pasi ta falmi namazën e yatsis, vëllezërit xhamati i Hamburgit vetëm se kanë bo hazër një darë për ju që ka keni ardhur këtë tubim, duke lutë Allahun xhalleshanu që t'i shpërblen
ata në të mira në dunjë dhe në ahiret.